Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është i gatshëm të negociojë drejt për drejt çështje shumë të ndjeshme me homologën e tij rus Vladimir Putin, me synim arritjen e një marrëveshje në përfundimin e luftës mes dy vendeve. Këtë e konfirmoi një ditë më parë ministri i jashtëm i Ukrainës Andriy Sybiha. Sipas Sybiha, çështjet më delikate të procesit negociues ende nuk janë zgjidhur. Ai u referua veçanërisht çështjes territoriale dhe fatit të centralit bërthamor të Zaporizhjas, i cili ndodhet në kontrollin e forcave ruse. Sipas ministrit të jashtëm të Ukrainas, Zelensky është i gatshëm të takohet personalisht me Putin për të zgjidhur çështjet e mbetura pezull. Nga ana tjetër, Rusia kërkon që Ukraina të bëjë lëshime territoriale përpara se të pranojë një armpushim, përfshirë tërheqjen e plotë të forcave ukrainase nga rajoni i Donbasit, konkretisht nga Donetsku dhe Luansku, si dhe nga dy rajone të tjera që Moska pretendon se i ka aneksuar. Centrali bërthamor i Zaporizhjas, më i madhi në Europë, u pushtua nga trupat ruse në mars të vitit 2022, disa javë pas fillimit të pushtimit rus të Ukrainës. Zelensky ka kërkuar vazhdimisht një takim me Putin dhe në të kaluarën, por Kremlini ka treguar zakonisht rezervë ndaj kësaj çështje. Gjatë fundjavës, delegacione negociatore nga Kievi dhe Moska zhvilluan bisedime të drejtë të parat pas disa muajsh në Emiratet e Bashkuara Arabe me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara. Takimi i radhës pritet të mbahet të dielën në datën 1 shkurt në Abu Dhabi.